nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, të dashur pjesëmarrës dhe bashkëqytetarët e mi, e di që sot jeni gjithë sy e vesh, jo vetëm sot për prej disa ditësh që pritni në fakt reagimin e kryetarit të bashkisë. Reagimi i kryetarit të bashkisë është një reagim institucional. Mund të desha t'ju bëj me dije ju të gjithë anëtarëve të Këshillit dhe të gjithëve që përpara 2 ditësh në institucionin tonë ka ardhur projekt ligji dhe propozimi i deputetëve të mazhorancës për reformën territoriale administrative. Ky propozim ka një afat kohor prej 60 ditësh që do të trajtohet nga të gjithë institucionet brenda bashkisë, të cilëve u është vënë në dispozicion, ku sipas fushave përkatëse do të bëjnë analizimin e këtij propozimi. Brenda këtyre 60 ditëve ne kemi kohën e mjaftueshme për të dalë për të bërë dëgjesën publike në çdo cep të territorit, do dëgjojmë mendimin e të gjithë qytetarëve. Kështu që sipas ligjit në fuqi do shprehemi edhe me shkrim të gjithë institucioneve kompetente ku ky material që do dali nga institucioni do të vihet në dispozicion në mënyrë më transparente të gjithë këshilltarëve, por e gjithë qytetarëve që kanë dëshirë ta lexojnë. Unë duhet t'ju bëj me dije, si e zgjedhur nga të gjithë qytetarët e mi që më besuan dhe votuan, që karrikja e kryetarit të bashkisë nuk është instaluar për një person dhe për interesat personale të një individi aty. Kryetari i bashkisë është thjesht një shërbëtor i komunitetit të cilin e ka besuar dhe e ka votuar. Karrikja e bashkisë është e qytetarëve, ashtu si institucioni i bashkisë është një institucion që jep shërbime për gjithë qytetarët pa përjashtim dhe është i qytetarëve. Unë si e zgjedhur do t'jem me mendimin e qytetarëve. Nëse qytetarët do t'jenë pro, do t'jem pro. Nëse qytetarët do t'jenë kundër, do t'jem kundër. Bravo.